Vëllezërit Frashëri, Avdyli, Naimi, Samiu përbëjnë trinomin e veçantë të historisë, kulturës dhe letërsisë shqiptare. Kontributi që këta tre atletarë i kanë dhënë kombit dhe Shqipërisë, padyshim se është kontributi më i çmuar dhe më i rëndësishëm i kohës së rilindjes kombëtare shqiptare. Naimi u lind më 25 maj të vitit 1846 në Frashër të Përmetit. Vdiq më 20 tetor të vitit 1900 në lagjën e Rençoj të Stambollit, ku edhe u varros. Rrite nga dega e dakollarëve ose e dulellarëve e familjes Frashëri. Eshtrat e tij janë sjellë në Shqipëri në vitin 1937. Ishte poeti më i madh i rilindjes kombëtare shqiptare, atletar, mendimtar dhe veprimtar i shquar i arsimit e i kulturës shqiptare. Mësimet e para i mori në vendlindje, ku kishte mësuar edhe gjuhën perse të Teqes Bektashiane. Në vitin 1865, familja u shpërngull në Janin bashkë me vëllain më të vogël, Samiun. Në vitin 1869 mbaroi gjimnazin grek Zosimea, ku u pajis me diturie dhe në shkencat shoqërore, gjuhësore dhe ato të natyrës. Më vonë punoi pak muaj në Stamboll, në zyrën e shtypit, deri në vitin 1870. Me që ishte shëndetlige dhe jeta e rëndë në kryeqytetin e perandorisë, duket sikur ja dëmtoi shëndetin. U kthye në vendlindje në Frashër për të jetuar një kohë në një klim të përshtatshme dhe për ta rimarrë shëndetin. Në fillim ishte në punës të 10-tash në Berat e më pas zyrtar i doganës në Sarand në vitet 1872-1877. Në këtë periudhë bëri prova të vjershërimit shqip, në ndikimin e Betexhinjeve e u dha pas vjershërimit persisht, me sukses, duke botuar më vonë edhe një përmbledhje lirikash, Ëndërrimet në vitin 1885. Në ndikimin e ngjarjeve historike, sidomos të lidhjes shqiptare të Prizrenit, njërin nga udhëheqësit e së cilës ishte Avdyli, vëllai i tij më i madh, dhe të veprimtarisë kulturore patriotike të shoqërisë së Stambollit, në krye të së cilës ishte Samiu,